Të dashur dëgjues, vazhdojmë të lexojmë romanin ton Këmbëdreri për vende të larta. Jemi në kapitullin e parë e tani kalojmë tek një pjesë tjetër në të cilën përshkruhet lulja e dashurisë hyjnore. Pasi të ketë shprehur dëshirën e saj për të ngjitur në vende të larta, për të jetuar plotësisht jetën e vet, për të shëruar këmbët e veta të dobta, Bariu i Madh ja bën me dije Drenushës se për të plotësuar ëndrrën e saj ka një kusht të pashmangshëm. Duhet ta mbjell në zemrën tënde faren e dashurisë hyjnore, thot ai. Frikacakja mbetet për pak qaste në heshtje, pasi nuk di a e ka apo jo këtë lule për të cilën flet Bariu i Madh. Ajo njeh në zemrën e vet si çdo kush dëshirën për të qenë dashur, e mirëpritur, e mbështetur për njerëzve të tjerë, ndjen edhe dëshirën për të qenë në qendrën e vëmendjes dhe të interesit të tjetrit. Por e kupton vet, gjithë kjo nuk është dashuria për të cilën flet Bariu. Ma shumë është një dëshirë dhe nevoje të jesh objekti i dashurisë të tjerëve, i kujdesit të tyre. Por jo, dashuria hyjnore është diçka tjetër. Është të duash tjetrin pa rezervë e pa kushte, gjithmonë e deri në fund, pavarësisht nga sjellja e tjetrit, nga përgjigjja e tij. Është një dashuri krejtfalas që në botë shihet rrallë herë. Atëherë, shton Bariu, a do të më lejosh ta mbjell faren e dashurisë së vërtet? Çuditërisht frikacakja tërhiqet kur dëgjon propozimin e tij. Kishte dëshirë të ishte e dashur vërtet, por a e kishte edhe për të dashur vërtet? Jo, nuk e kishte, sepse dinte mirë se dashuria rritet bashkë me vuajtjen, dhe ajo ja kishte shumë frikë vuajtjes. Mos jemi edhe ne shpeshherë në gjendjen e saj, shumë të prirur për të marrë dashurinë e të tjerëve dhe shumë koprac për ta adhuruar, dhe kjo jo sepse jemi të këqij, por vetëm sepse kemi frikë, sepse kur ti don, bahesh i brisht, ja jep tjetrit pushtetin për të vrarë, me një gjest pa hije ose me një fjalë që se prite. Kush ka dashuri, kush dhuron dashurinë, duhet të jetë guximtar për të përballuar refuzimin e tjetrit, për të vazhduar edhe kur tjetri të refuzon, edhe as nuk ta njeh dashurinë që ke. Jo, frikacakët, por si Drenusha jon, nuk mund të duan kështu, në mënyrë hyjnore, përveç me rastin e një hiri të veçantë, siç është fara e lules së dashurisë së vërtetë, e mbjell në zemrën e saj. Me në fund, dëshira për të shëruar, për të pasur një emër të ri, bëhet më e fuqishme se frika e saj dhe ja se frikacakja është gati për ndërhyrjen hyjnore. Me një gjem të mprehtë, Bariu i Madh mbjell faren e dashurisë hyjnore në zemrën e saj. Siç e kishte thënë, Bariu kurr nuk na mashtron. Në fillim shkaktoi një vuajtje, por ma vonë filloi të lulezonte në zemrën e saj lulja e dashurisë, lulja e lumturisë, sepse lumturia vjen me dashuri, e cila vjen me vuajtjen. Po u pajtove me këtë kusht dhe po e patë dëshirë për një jetë të re dhe për një emër të ri, lutet e ti, Bariun e Madh, të lutem, mbille faren tënde këtu në zemrën time, që të dua vërtet, pa kusht, pa ngurrim, që të jem e lumtur tash e përgjithmonë. Tani, të dashur dëgjues, ju ftoj në lexim të tekstit që na shoqëron në këtë emision. Jemi gjithmonë në kapitullin e parë, të dëgjojmë pjesën kur flitet për luljen e dashurisë hyjnore.
Bariu buzëqeshi përsëri, por pastaj shtoi me seriozitet. Ka ende diçka tjetër më e rëndësishmja nga të gjitha. Askush nuk lejohet të banojë në mbretërinë e dashurisë, përveç se nëse lulja e dashurisë ka filluar të lulëzojë tashmë në zemrën e tyre. A është mbjell dashuria në zemrën tënde, frikacake? Ndërsa Bariu e tha këtë, e shikoi drejt në sy, dhe ajo kuptoi se si shikimi i tij po depërtonte thellë në zemrën e saj, duke vështruar gjithçka që fshihej atje, madje shumë më mirë se sa ajo vetë njihte veten. Ajo qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë, pa përgjigje sepse nuk ishte sigurt çfarë të thoshte, por duket se filloi të dridhej përballë vështrimit të tij depërtues dhe arriti të kuptonte se sytë e tij kishin fuqinë të pasqyronin gjithçka që shikonin. Ajo mundi të shikte zemrën e saj siç e shikte ai, dhe pas një heshtje të gjatë, ajo u përgjigj. Mendoi se ajo që po rritet aty është një dëshirë e madhe për të përjetuar gëzimin e dashurisë natyrore, njerëzore, dhe për të mësuar të dua mbi gjithçka një person që do të mendojë në këmbim. Por ndoshta kjo dëshirë, sado natyrale dhe e drejtë që mund të duket, nuk është dashuria për të cilën po flet ti. Ajo ndaloi dhe pastaj shtoi ndërshmërisht me zërin që i dridhej. Shoh dëshirën për të dashur dhe për të admiruar që rritet në zemrën time, Bari, por nuk mendoj se shoh llojin e dashurisë për të cilën po flet ti, të paktën asgjë të ngjashme me dashurinë që shoh te ti. Atëherë, a do të më lejosh ta mbjell faren e dashurisë së vërtetë në zemrën tënde tani? Pyeti Bariu. Do të duhet kohë për të zhvilluar këmbët e drerit dhe për të ngjitur në vende të larta, dhe nëse mbjell faren tani, ajo do të jetë gati të lulëzojë kur të mbërrish atje. Frikacaki u tërhoq. Kam frikë, tha ajo. Me kanë thënë se nëse e do vërtet dikë, i jep atij personi fuqinë për të të lënduar dhe për të shkaktuar dhimbje në një mënyrë që askush tjetër nuk mundet. Kjo është vërtet, pohoi Bariu. Të duash do të thotë të vësh veten në duart e personit të çdo dhe të bëhesh i ndjeshëm ndaj dhimbjes, dhe ti ke shumë frikë nga dhimbja, apo jo? Ajo tundi kokën me trishtim dhe pastaj tha me turp, po, kam shumë frikë prej saj. Por është aq bukur të duash, tha Bariu me qetësi. Është lumturi të duash, edhe nëse nuk je i dashur në këmbim. Sigurisht që ka edhe dhimbje, por dashuria nuk e konsideron këtë si diçka me rëndësi. Frikacakja mendoi pa pritur se ai kishte sytë me të duruar që e kishte parë ndonjëherë. Në të njëjtën kohë kishte diçka në to që i shkaktonte një dhimbje në zemër. Megjithëse nuk mund ta shpjegonte, por ajo u tërhoq përsëri e frikësuar dhe tha, duke folur me mërmëritje, sepse ndjente një turp t'i shqiptonte ato fjalë. Nuk do të guxoja kur të doja, përveç se nëse do të kisha sigurinë se do të më donin në këmbim. Nëse të lejoj të mbjellësh faren e dashurisë në zemrën time, a do të më premtoje se do të jem e dashur në këmbim? Nuk do të mund të përballoja ndryshe. Buzëqeshja që i drejtoi asaj ishte më e buta dhe më e dashura që kishte parë ndonjëherë. Por sërish,
për të njëjtën arsye të paperceptueshme si më parë, I preku zemrën në thellë. Po, tha ai, pa asnjë hezitim. Të premtoj, Frikacake, se kur bima e dashurisë të jetë gati për të lulezuar në zemrën tënde, dhe kur të jesh gati të ndryshosh emrin tënd, duhesh në këmbim. Një drithërime gëzimi I peshkoi trupin nga koka të këmbët. Duke I të jetë mrekullueshme për t'u besuar, por bariu vetë po e bënte këtë premtim dhe për një çast ajo ishte sigurt. Ai nuk gënjente. Të lutem, mbille dashurinë në zemrën time tani, tha ajo me një zë të lehtë. E gjora, edhe kur ju premtua gjëja më e çmueshme në botë, ajo ishte e frikësuar. Bariu futi dorën në kraharor, nxori diçka dhe e vendosi në pallembën e dorës së tij. Pastaj ja zgjati dorën Frikacakes. Kjo është fara e dashurisë, tha ai. Ajo përkul për të parë, pastaj lëshoi një ofshan të lehtë dhe u tërhoq mbrapa. Me të vërtetë, në pallembën e tij ishte një farë, por ajo kishte formën e një xhembi të gjatë dhe të mprehtë. Frikacakja e kishte vënë re se duart e bariut ishin të shënuara dhe të bllagosura, por tani vuri re se plaga në pallembën e dorës së tij kishte pikërisht të njëjtën formë dhe madhësi si fara e dashurisë që ndodhej përballë saj. Fara duket shumë e mprehtë, tha ajo me hezitim. A nuk do të më lëndoje nëse vendos në zemrën time? Ai ju përgjigj butësisht. Është aq e mprehtë sa që futet shumë shpejt, por Frikacake, te kam paralajmëruar tashmë se dashuria dhe dhimbja ecin së bashku, të paktën për një farë kohe. Nëse dëshiron të njohësh dashurinë, duhet të njohësh edhe me dhimbjen. Frikacakja e pa xhembin dhe u strup nga frika. Pastaj pa fytyrën e bariut dhe përsëriti me vete fjalët e tij. Kur fare dashurisë në zemrën tënde të jetë gati për të lulezuar, do të duhesh në këmbim. Dhe një guximiri I çuditshëm lulezoi brenda saj. Pa pritmas, ajo bëri një hap përpara, e zbuloi zemrën dhe tha: "Të lutem, mbille faren këtu, në zemrën time." Fytyra e tij u ndriçua, e një buzëqeshje gëzuar dhe me një notë hareje në zë. Ai tha: "Tani do të jesh në gjendje të vish me mua në vende të larta dhe të bëhesh një qytetare e mbretërisë së atit tim." Pastaj ai e shtyi xhembin në zemrën e saj. Ishte vërtet ashtu siç kishte thënë ai. Ajo ndjeu një dhimbje të mprehtë të therrëse, por xhembi u fut shpejt dhe me pas papritur një ëmbëlsi që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Madje as e kishte imagjinuar, I përshkoi trupin. Ishte një ëmbëlsi e hidhur, por ëmbëlsia ishte më e fortë. Ajo kujtoi fjalët e bariut: "Është aq bukur të duash." Dhe papritur, faqet e saj të zbehta morën një ngjyroz dhe syt I shkëlqyen. Për një moment Frikacakja nuk dukej as pak e frikësuar. Goja e saj e përdredhur u zbut në një buzëqeshje të lumtur dhe syt e ndritshëm së bashku me faqet të skuqura e bën pothuese të bukur. Faleminderit, tha ajo, duke qarë dhe ra në gjumë para këmbëve të bariut. Sa I mirë je, sa I duruar je, nuk ekziston askush në botë kaq I mirë dhe I dashur sa ti. Do të vi me ty, në male, do të besoj
që të më bësh këmbët si këmbët e drerit dhe të më qosh madje edhe mua në vende të larta.